Hajde, bismillah. Bismillah. Hajde, përvajnë. Fillim nga mikpritën me një kafe arabe, e kom pi edhe më herët. Të shkruan Kosova. Shënjestër.net. Welcome to Pristina. U je kryetar? A jema, je. Hajde, bismillah. Bismillah. Hajde, përvajnë. Këto në disa fotografi antike të Mekës së Shajt, edhe të Medinës së Ndritshme. Zemzem, se kjo në veçanta krejt. Të zdalohet kurë, ka sa dush. Kjo është fotografia e parë në ngjyra e Çabës së Shajt. Këtu gjejmë prezantimin e xhamive më të vjetra që gjenden brenda Arabisë Saudite, janë historike pra. Këto vetëm në 2 qytetet e Mekës dhe të Medinës. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا Arabia Saudite ka qenë pranë popullit të Kosovës në momente kyçet historisë sonë më të re. Mbështetje e ofruar nga ky shtet mik, sidomos gjatë periudhave të vështira, ka qenë thelbësore për Kosovën dhe është dëshmi e një miqësie të fortë e të sinqertë. Është një ftesë për reflektim mbi vlerat që na bashkojnë të gjithëve si shoqëri, pavarësisht dallimeve në gjuhë. Dhe bëhet lidhja pastaj si bëhet lidhja. Do të hello kabinetin. Këtu jemi në Panajirin Urat, i cili po mbahet në Prishtinë, dhe këtu i kam disa nga punimet e mia, të cilat janë të ekspozuara. Kaligrafi me përzier me artin ebru. Këtu është Bismillah shkruan me kaligrafi dhe këtu është një lule të cilën e ka bërë profesoresha e artit ebru. Dhe thotë është punimi i përbashkët, kombinim i kaligrafisë me artin turk ebru. A më është më shumë Kosova për shembull? Po. Të shkruan Kosova. Është hera e parë, sot edhe filloi hapja, edhe fillim nga mikpritën me një kafe arabe, e kom pi edhe më herët me hurme, plus asoj na vizituar rreth që kam pas kulturat arabe, edhe çka ke interesant, e shkruajta edhe emrin e 2 fëmijëve Omer dhe Onik, kaligrafi arabe, po. Ajo që më bëri më shumti, apo që binte në sy më tepër, ishte edhe botimi i Kuranit, i cili ka ardhur pra që në kohët e hershme, mënyra se si është botuar dhe deri në ditët e sotme që e kemi ne pra në duar tona. Shënjestër.net